Të dielën e mori postin e kryetarit të vetëvendosjes në Vushtri. E të martën pranoi edhe një angazhim tjetër. Gjemail Plana do të jetë në garë për të parin e kësaj komune. Kandidaturën e tij e zyrtarizoi vetë kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti. Ky i fundit u shpreh optimist për fitoren e Planës në zgjedhjet e 3 nëntorit. Pasi sipas tij, të gjithë ata që i duan ndryshime të mëdha, po e duan edhe vetëvendosjen e cila mund t'i bëjë këto ndryshime. Dhe ndryshimet e mëdha që i duam ne nuk janë ndërrim pushtetarësh, por transformim pushteti e transformim shtetit. Këtë ne kemi elaboruar gjere gjatë në alternativën tonë qeverise, ku në mënyrë organike kemi lidhur shtetin e së drejtës, shtetin zhvillimor dhe shtetin social. Ndërsa kandidati Gjemail Plana tha se vota për të nuk është ndonjë privilegj, por është përgjegjësi e madhe, prandaj do të angazhohet që përvojën dhe energjinë e tij t'i vëjë në shërbim të zbatimit dhe konkretizimit të gjitha aftësive intelektuale, kombëtare, profesionale të gjeneratës së re për një të ardhme më të mirë. Do të angazhohemi për shërbime më të mira komunale, në administratë, në shëndetësi, siguri dhe rend për qytetarët, për bizneset, për investitorët, për rinin dhe sportet, për kulturën dhe trashëgimin tonë kulturore. Plana në radhët e vetëvendosjes është angazhuar në 2010-ën.